Përshëndetje të gjithëve, sot do të bëjmë petulla shumë të buta. Le të fillojmë nga puna. Për të aktivizuar majan në një enë për miksim, do të hedhim ujin e ngrohtë, sheqerin dhe majan, i përziejmë mirë. Përgatisim dhe brumin, shtojmë mielin dhe kripën, fillimisht përziejmë një lugë dhe më pas i brumosim me dorë. Brumi do të dalë shumë i butë, e lëm 30 minuta. Më pas, pasi brumi këtë fryrë, heqim ajrin duke e ngjeshur lehtë, lyejmë duart mirë me vaj, marrim një pjesë nga brumi dhe e hapim mbi një pjatë të lyer me vaj. Bëjmë një vrim në mes si donuts. I skuqim petullat në vaj të nxehtë nga të dyja anët derisa të marrin një ngjyrë të artë në këtë mënyrë. Ja, se si kanë dalë shumë të buta. Ju bëftë mirë nëse i provoni, ndërkohë bëni like dhe subscribe për video të tjera.